Afta epizodike, një sëmundje virale shumë ngjitse që prek kafshët dy thëndrak, është shfaqur së fundmi në shtetin Helen, duke rritur vigjilencën edhe në vendin ton. Autoritetet veterinare bëjnë me dije se për shkak të afërsisë gjeografike, monitorimi në terren është shtuar, ndërsa deri në këto momente vendi ynë rezultoni pa prekur nga kjo sëmundje. Ne jemi të pastër nga afta epizodike. Kjo është në shtetin fqinj, shtetin grek, po duke qenë zonë kufitare, ne riskohemi, nuk se nuk kemi risk. Kjo nuk është zonoz, kjo sëmundje nuk prek njerëzit, kjo prek vetëm kafshët dhe shkakton dëm ekonomik. Dhe duke shkaktuar dëm ekonomik, dobësim, humbje prodhimit, edhe përfundimisht po u dobësua dhe po humbi këto, humbet dhe vlerën zooteknike që ka vlerën për të mbajtur. Sipas specialistëve, afta epizodike shfaqet me disa simptoma dalluese që ndihmojnë në identifikimin e hershëm të rasteve dhe marrjen e masave të menjëhershme. Është sëmundje virale, është sëmundje që shkakton prek kryesisht gjedhët, domthonë riportipsin, gjedhët, dhënë të dhitë edhe derrat. Është sëmundje që shoqërohet me dëmtim të mukoza, me fuska në mukoza, me ethe, me temperaturë, me dëmtim të mukozave të thundrave. Ne jemi në survejim që ruajmë për të mos ndodhur, ndërsa shtetet përkatëse që e kanë, marrin masat konfort, ka një strategji të caktuar për këtë sëmundje. Në vendet ku janë konstatuar vatra të sëmundjes, zbatohet një protokoll i rrept që përfshin karantinimin e zonave të prekura dhe në raste të caktuara, eliminimin e kafshëve të infektuara. Me qëllim frenimin e përhapjes, autoritetet u bëjnë thirrje fermerëve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të njoftojnë menjëherë shërbimet veterinare për çdo rast të dyshimt.